Falënderime dhe lavdrimet I takojnë Allahu Gjalla Gjalaluhu, krijuesit, furnizuesit dhe udhëzuesit ton. Salatë dhe selamet, përshëndetje, duat tona më të mira, më të sinqerta janë për zotriun e gjithë bijve të Ademit alayhis salam, Muhammedin të birin Abdullahut, për familjen e tij të pastër Ali Bejtin, për sahabat, shokët e tij të ndershëm, të cilët ishin të kënaqur me Zotin dhe pejgamberin e tyre, si dhe krijuesi Allahu subhanahu wa taala dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam ishin të kënaqur me ta. Salatë dhe selamet qofshin edhe mbi gjithë ata të cilët pasuan fjalën e Allahut dhe sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Nderuar vëllezër, çdo send që ka fillimin e ka dhe mbarimin e vet, dhe mos sedet e krijuara do të kenë edhe përfundimet e tyre, për arsye se I nashtrohen kohës. E koha vazhdimisht lëviz dhe shembull më të mirë kemi afrimin e muajit të Ramazanit, ku janë vetëm edhe disa ditë që na ndajnë ne nga ky muaj I bekum, muaj të cilin Allahu Teala e veçoi për adhurim të veçantë. Ai është agjerimi, abstenimi nga ushqimet, nga pijet dhe nga epshet të intimitetit familjar. Dhe kjo u bë për të mirën e krijesës së Allahu Teala, të zgjedhurin e gjithë krijesave të Allahu Teala për njeriu, për arsye se krijuesi e din se ç'është e dobishme dhe e dëmshme për ty. Prandaj edhe Allahu Teala kërkoi që një muaj prej 12 muajve të vitit të abstenon nga ushqimet dhe pijet, në mënyrë që trupi yt të regenerohet, të pushojnë organet e mbrëmshme, të kujtojmë ata të cilët nuk kanë dhe të afrohemi më tepër Allahut subhanahu wa taala. Agjerimin e muajit bekum të Ramazanit Allahu subhanahu wa taala e bani prej kushteve të Islamit, prej shtyllave të Islamit. Ku tha Muhamedi alayhi salatu wassalam, buni al-islamu ala khamsin, është ngrit Islami mbi 5 shtylla themelore: shahadetin, dëshmin se nuk ka Zot që meriton më adhuru veç Allahu Teala dhe se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij, namazin, agjerimin, zakatin dhe haxhin. Këto janë shtyllat kryesore të Islamit. Po erzove njërin prej këtyre, po nuk e punove njërin prej këtyre, atëherë ta din se përfundimi yt është në xhenem, në botën e dënimit, dedikuar për ata që refuzojnë unat Allahu Teala dhe shkelin ndalesat Allahu subhanahu wa taala. Nuk ka mundësi të mendosh se do të jesh xhenetli nëse ti se agjeron muajin e bekum të Ramazanit, nëse ti se fal namazin, nëse ti se jep zakatin, nëse ti përkundër asaj që I ke mundësitë fizike, mentale dhe materiale për të shku edhe vizitu një herë në jetë vendin e bekum, Qabën e dashur tek Allahu Teala në Mekë, nëse këtë se bën, ta din se je përgjegjës para Zotit tënd dhe do të kesh dënimin meritor tek Allahu subhanahu wa taala. Po e vërejmë edhe vetë se sikur dje po na duken ligjërata që I mbajtëm për muajin e bekum të Ramazanit, ja tash jemi në prag të këtij muaji të madh, muaji të Kur'anit, muaj të ndryshimit të kahjes së njerëzimit, muaj të pejgamberllëkit Muhammedit alayhi salatu wassalam, muaj të natës së Kadrit, I cili është më I vlefshëm se 1000 muaj, mbi 83 vite adhurimi të Allahut azza wa jall. Në këtë muaj zbriti Kur'ani, në këtë muaj u bë Muhammedi alayhi salatu wassalam pejgamber kur I kishte 40 vjet. Në këtë muaj zbresin melaqet e qiellit dhe të zgjedhurit e banorëve të qiellit takohen me të zgjedhurit e banorëve të tokës në adhurim të përbashkët me Zotin e tyre. Muaji Ramazanit, nderuar vëllezër, është muaj kur njerëzit e devotshëm garojnë me melaqet. Për arsye se melaqet, engjëjt,
janë krijesat Allahu Teala që nuk ushqehen, nuk hajnë dhe nuk pinë, por e kalojnë kohën në adhurim të Allahut Azza wa Jall. Dhe ti një muaj të vitit mundohesh të përgjason këtyne krijesave të urta dhe të buta të Allahut Teala, të cilët janë programuar me adhuru Allahun Teala pa e refuzu asnjë urdhë të tij, pa shkel asnjë ndalesë të tij. Melaçet nuk kanë gjini, nuk ka meshkuj dhe femna. Melaçet nuk shkelin urdhën të Allahut Azza wa Jall. Prandaj muaji i Ramazanit është muaj kur ne mas shumë të përngjasojmë me to, se ato nuk hajnë, nuk pinë, dhe ne gjatë ditës mundohemi që me përngjasu me to, pa ngrënë dhe pa pi. Ushqimi i besimtarëve është dhikri, është namazi, është Kurani, është përkujtimi i Allahut, krijuesit gjithësisë subhanahu wa taala. Andaj secili prej neve, kur të përmendet muaji Ramazan, do të shiqojë veten e vet se sa e ka përgatit veten e tij për këtë muaj të beku. A i shkon mas pari mendja për pitajkat e Ramazanit, që është adet i mirë për Izrael, për sofat e stërmbushura me ushqimet lloj-llojshme, apo i shkon mendja për Kur'anin, për namazin e teravive, për ligjëratat e dobishme dhe për dhikrin për kujtimin e Allahu Teala që e bën dhe për tëubën. Secili le të kujtohet prej neve, çka të shkon mendja? Nëse shkon mendja ma shumë në ushqime, kjo të regon se ende nuk i ke përgatit vetin psikikisht për të shfrytzuar maksimum këtë muaj të shpërblimit maksimal. Kjo muaj i shpërblimeve të mëdhaja, i bonuseve të mëdhaja të Allahut subhanahu wa taala. Ky është muaj në cilën Allahu Teala i hap dyert e xhenetit dhe i mbyll dyert e xhenemit. Dhe natë për natë ka utaqaun minan nar, të liruar për zjarr me xhenemit, hatri i agjerimit, besimit, devotshmërisë që kanë treguar ndaj Zotit tyne. Dhe përgatitë veten që dhe ti të jesh mesin e atyre të cilët çdo natë do të lirohen për xhenemit. Përgatitë veten që shkputesh prej iblisit, lanatullahi alayhi, prej shejtanëve të cilët lidhen këtë muaj, në mënyrë që të jemi më rahat për ndikimit tyre. Dhe ke pa edhe njerëzit të cilët pinë alkohol, gjatë muajit bekum të Ramazanit mundohen që biles paku 30 ditë muajit Ramazanit me u largu këtij haramit, dhe me zgjidhjen e shejtanëve zgjidhen edhe epshet e tyne dhe bën si shejtant pastaj. Ditën e Bajramit hyj gjë me shku ku e kam rakin se krito Ramazanin. Dhe ti mundohu që me shfrytzu këtë rast. Pa dhe gjën e partë cilën ti duhet shfrytzu në muajin e bekum të Ramazanit është për shpejtimi në pendim tek Allahu Teala, me kërku faljen tek Zoti yt për mangësitë e shumta që secili prej neve kemi kërshi Allahu Teala, duke mos përjashtu edhe forse para juve dhe gjithë neve që jemi këtu. Kullu ibnu Adam khata, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, çdo bir i Ademit, çdo njeri është gabimtar. Njeri pa gjënohë s'ka. Lafe në ato mesele kur njeri thot, jo valla unë kam zemrën e mirë, unë tybet që kam gjëna, që du të më mshel për gjere se për na fluturon, këj qa që i letë që prej gjënave. Gjithë kemi mkate. Mkatet merën në mënyra të ndryshme, qoftë në përmjet synit, veshit, gjuhës, sa për gojimin e bëjmë neve ndaj tjerve, sa për shkrimin e mangësive tjerve, apo sa e vogëlish që kjo, apo sa e trashish që ajo, apo që ka të tha, a e nite që është tha, a i pa këta ata, a i veç politikan të i përgoju të ndite sa gjynohin jemi të e marë. E masa në hëgjallartë, gjematin, prindin, ato e këto, e masa në më qua dhe me thënë s'kom gjynohin, se cili prej neve jemi gjynaqarë. Se cili prej neve kemi nevoj për falit tek Allahut Teala. Prandaj,
ti përgjigjemi ftesës Allahu Teala kur thot ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O ju që keni besu, kthehuni, bani tauba tek Allahu Teala me pendim të sinqert. Ja me thon njëri për shembull, fal namaz vëlla, me thon Allah ma falt, Zoti inshallah na i fal, edhe pet kur vjen koha që nis ky son namaz. Se që dash për shembull juve më thon o vllazën, bani tauba te Allah ju që s'po falni namaz, po veç po vini xhumon xhumo. Bani kërkoni falje, Allah na i fal të hoxh 100. Te ajgare ka bën me Zotin. Për shembull me shkuar simtarit edhe më i thon, prof, bon me Allah që të vit qitmani nish, qitmani dysh, qitmani nish. Qitmani dysh se nishet të qesin hiç pa të vet. Qitmani dysh ose një kaluse të kaloj se gjyzëtor dytë ko me mësu ma shumë. Edhe kur të vjen gjyzëtor dytë ti, i shton plus mungesat e pa arsyeshme, edhe s'mëson. Qysh me të besu ty? A qysh me të besu? Qysh aja atëherës herën e dytë ty me të adhanë mundësin? Apo hajni mi thonë, policit mi thonë, falma se zvjedhi mo, si të delt, ala pa shku shpi me vjedh, kerën e dytë ose shpinë e dytë ose qka dijone. Qysh me besu këti? Qysh me elan të lirë? Qysh me të besu ty që nuk për e fal namazin? Qysh me besu asaj motrës tane, cila vazhdimisht është të qëndru para Zotit vet e zhveshën dhe para robëve të Zotit. Prandaj e ki kohën, mundësin e ke në muajin e bekum të Ramazanit, kur shejtan të mbyllen, e ke më letë ta bën kthimin. Shumicën e njerëzve kur i thu hajde me fal namaz ose më mbulu ose më u kthy rrugës së Zotit, shumicat thënë po kismet në Ramazan kom janis. Dhe kur vjen Ramazani përsëri nuk e fillon përsmari që e thënë populli kthimin drejt Zotit, Zotit të vet. Mos lejo me të kalu vëlla ditët dhe vitet. Shigjoni tash, vetëm edhe disa ditë në ndonë prej muajit Ramazanit. Për çdo ditë kemi gjenazën në qytetin tonë të Prizrenit. Dikush e ka thonë atë lavë në Ramazan do të kthehem, por ndoshta 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë para Ramazanit vdes dhe nuk e arrin muajin e bekum të Ramazanit. Ty kush po të garanton që kemi arrit muajin e bekum të Ramazanit? Ty dhe mu, kush po na thot se ne kemi kohë mjaftueshme mu pendu te Zoti ynë, se dikush po na pret neve, se mi thon Azrailit Allahu Teala ka dal Azrail mos u ngut se që ky ka thon ko mu kthy. E kur ja Rabi prit se natën e kadrit ka thon hajp ja shtym pak ti, edhe pelon deri natë kadrit. Allahu Teala ka thon fe idha jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun, kur të vije gjeli momenti i vdekjes njerëzve, as nuk u shpejtohet e as nuk u vonohet momenti i vdekjes. Nuk të ndrën kërkush momentin e vdekjes. Se cili prej neve, kullu nefsin dhe ikatul maut, se cili shpirt do të shijoj e vdekjen, thot Allah subhanahu wa ta'ala. Pandaj shpejtov vëlla prej sodit, je që pin alkohol, largo, mëse prit ditën e partë Ramazanit. Je që pi cigare, largo. Je që përdor drogat, largojo. Je që nuk fal namaz, fillo. Motra janë, sot le të mbulot. E namaz Zoti yt, krijuesi yt, po do me të pa me uniform, me shamin. Pastaj të njëjtën uniform ta ka para pa me meshkuj të huaj. Jo hoxha, krijuesi yt, Allah subhanahu wa taala. Dhe pse nuk i bindesh Zotit tënd? Pse kokë forcia jonë që më ju bindë shejtanit që e kemi armik të përbetum prej kohës kur është dëbu prej gjennetit dhe kur kishte kërku për Allah Ta'ala armitësim me Ademin dhe pasasin e ti a.s. dhe i kishte thanë se unë do të mundohem këta me i bon gjenem me veti me i marë. Dhe Allah i nga të regoj se shejtanin e kini aduvun mubin, armik të hapur, t'jujin. E dim emnin e ti, e dim punët e tia, e dim qëllimin e ti, dhe me gjithat, bëhemi shok me ta, dhe refuzojmë ju bind fjales e Zotit, për mbesim në pasimin e hieshimeve që na i bën iblisi mallkum
dhe çdo ditë e më tepër neve i afrohemi xhenemit. Pengesë mes teje dhe Zotit tënd, vllai im, janë mëkatet e tua. Mëkatet, gjunahet janë pengesë mes neve edhe Zotit. Nëse këto i largojmë, më lehtë do ta kemi kthimin tek Allahu Teala. Të ushtu gjunahet, ka thënë Muhamedi alayhis salam, shtohen pikat e zeza në zemër. Çdo mëkat është një pikë, një njoll e zezë në zemër tonë. Duke ushtu këto njolla, këto pikat e zeza, këto gjunahe, a shpërsohet zemra jonë, ka thënë Muhamedi alayhis salam, dhe bëhet zemër e cila nuk përkujtohet. Edhe kur të flet dikush, ka thënë Zoti, krijuesi i gjithësisë, ka thënë Muhamedi alayhis salam, më i miri, zotniu i gjithë bijve të Ademit alayhis salam, më i dashur i gjithë krijesave të Allahut Taala, ka thonë kështu dhe kështu me vepru. Çfarë bën zemra e cila është përplot mëkate, është njëjtë për të haj fole gurit, haj fole këtij personit. Sawa'un alehim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allahu Taala çfarë thot, njëjtë është për ta, u atorhoqe vretin apo nuk u atorhoqe vretin, ata nuk kanë me të besu. Mirë po, ata që kanë frikë të Allahu Taala, për ta fjala e Zotit zën vend. Prandaj largoj pengesat mes teje dhe Zotit tënd me anë të tëubës, me anë të pendimit. Nëse pendohesh tek Allahu Taala sinqerisht, kemë vërejtë se Zoti ka me t'i qelë rrugët. Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Dhe kush i frikësohet Allahu Taala, Allahu i qelë rrugë nga se pret. Largoju haramit. Largoju çdo sendit e cilat largon ty prej Zotit tënd. Nëse shkel ndalesat e Zotit, ta din se je një hap më larg prej Zotit. Nëse i zbaton urdhëresat e Zotit, ta din se je një hap më afër Zotit tënd. E thot Allahu Taala në hadith kutsi, kur e du robin, i bëhem syri që shiqon, i bëhem veshi që dëgjon, i bëhem dora që prek, i bëhem këmbat që ec. Edhe më dasht me bë haramin, ka diçka, një forcë e mbrendshme e cila ty ka me t'nal. Edhe me dasht me vjedh, s'ki me mund me vjedh, për arsye se ka një forcë e cila ka me t'than, edhe nëse nuk qeh askush, është Allahu që po të shiqon. Edhe me dasht me bë keq, s'ki me bë keq, për arsye se Allahu të merr nën përkujdesin e vet dhe bëhet dora jote, bëhet komba jote, dhe kur dën me bë haramin, nëse Zoti të dën, nuk ka me të leju që ti me u largu më tepër prej ti. Atë lejon prindi mu largu prej ti kur dën. A lejon burri gruan mu largu prej ti kur e dën. A lejon Zoti yt mu largu ti prej ti kur ai ty të dën. Edhe me dasht me u largu Allahit kur të doje, nuk ka me të lejon ty me hyn në punë të këqija. Edhe nëse ka me të shku mendja, me e përdor alkoolin, me e përdor drogën, me bo zina, me bo këtë apo atë gjest pa hishem, nuk ka me të ju ty Allahu subhanahu wa ta'ala që ti me u mashtru prej epshit tënd dhe prej shejtanit tënd. Të dashurit Allahut jenë në mbrojtjen Allahut, Allah na bëft tillë ya Rabbi. Mundohem me mësu rregullat e Ramazanit, se çka e prish dhe si është agjerimi i pranum tek Allahu Taala. Po të vjen Ramazani, ti çka duhet me bo? Me nejt. U knaqëm, qëta, sit, rrim, na, deri, syfyr, mas syfyrit, gjumë, deri, drek, mas drekës. Kime marrë vëlla me kalu kohën në punë dhe veprat dobishme. Për arsye se shpërblimet muajin e Ramazanit janë shumë fishume. Dhe ti kimu mënu me shfrytzu kohën. Merë dhe lexo. Është turp për një musliman me elan kokën e ti të pa shfrytzume. Mos me lexu kur gjallë. Mos me marrë me lexu asë një sen. Me marrë me shfrytzu dhe me mësu rregullat e fikut të Ramazanit, se çka e prish Ramazanin. Gjanat elementare, çdo vit në për programe të ndryshme, qoftë në për xhamia, qoftë në për radio apo televizione, po mundohen në xhallarët të njëjta gjëra me u përsërit xhamatit për shkak të nivelit të ulët
të dijes fetare që e kemi ne në popull. Në mend se të ngritemi dhe të mos kemi nevojë gjërat elementare të pyesim, çdo vjet ballafaqohemi me të njëjta gjëra, për arsye se jemi njerëz se nuk jemi duke i lexuar meselet e fesë tonë, prandaj edhe kemi gjendjen çfarë e kemi si popull në përgjithësi dhe si musliman në veçanti. Mundohu mos me humb namazet në xhami gjatë tërë muajit Ramazanit. Namazet zaten nuk humben edhe jashtë Ramazanit, por posaçërisht të kesh kujdes të veçantë në Ramazan, që t'jesh prezent në shtëpitë të Zotit me namaz bashkë me vëllezërit e tu, që me fal namazin me xhamat në xhami. Ti kur i përgjigjesh thirrjes muezinit, hayya ala salah, hayya ala falah, e janë namaz, e janë lutje, hayya ala falah, e janë shpëtim. Pse ta ka përmend ty Allahu Teala nëpërmjet muezinit falah, shpëtimin? Kjo tregon se nëse je jashtë xhamis në kohën e namazit, kjo tregon se ti je i humbur, je i shkatërruar. Innal insana lafi khusr. Allahu Teala në surat al-Asr, çfarë tha wal asr pasha kohën, vërtet njeriu është në humbje. Çdo njëri prej neve jemi në humbje, çdo moment që na kalon jemi në humbje. Paramendon një njeri i cili e ka një punë në cilën kur qëndron të tezga vetë e punës vazhdimisht i vije parja. Nëse ky e mshel dyqanin, s'punon, a është në humbje ky? Në humbje. Nëse ti kohën që Allah i ta ka dhënë këtë dynja përkohshme, kur kujt s'na kanë mbet baballar dhe gjyshna, me pas mbet dikush i përjetshëm kishin me mbet pejgambert e Allahut në krye me Muhamedit alayhis salatu wassalam, që të gjithë kanë dalë për kësaj bote. Të shdon në dispozicion një periudhë kohore të cilën ti duhet me shfrytzuar maksimum për me fitu të përhershmen tek Allahu Teala. Dhe ti po e vren, vitet po të kalojnë. Po i bën 20 vjet, 30, 40, 50, 60, 70. Dhe me një kom veç e ndrove kohën, e ndrove botën, pret përkohshmas me plot mundime po delte e përhershmja, si e ke shfrytzuar këtë kohë? Nëse nuk e ke shfrytzuar në adhurim, ti atëherë vërtet je në humbje. Prandaj Allahu Teala thot në vazhdim të ajetit, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Vërtet njeri është në humbje përveç atyre të cilët kanë besu dhe kanë bë vepra të mira. Ti musliman, dhe muslimani është vepër mirë. Ty mahalla du të me ditë si njeri të mirë. Jo me të pa mahalla ty me sy të keq, a shkoja shqyrëve që pas ka dek, ku po në zëri mi kom për këti budalës. Po mahalla me pas qef ty me të pa ty si burim të gëzimit, hares, mahall. Fëmijët e mahallës mu gëzu kur të shohin ty, për shkak dhuratave tua, buzëqeshjes, fjalëve të mira që ja ke dhënë. Njerëz të mahallës mu gëzu kur të shohin për shkak ndihmesës që ty u jep të tjerëve. Ti je musliman. Sa herë kem përsërit fytyra muslimanit do të më qenë buzëqeshur ndaj tjerëve. Jo më ne ti i vrajtur. Me po ti je musliman. Dhe si i till, vazhdimisht kanë qenë muslimant e dashur në histori. Ata musliman që muslimant i tutën ati muslimanit, ai nuk ka tamam musliman. Nëse dikush tutet për teje, ti nuk je tamam musliman. Muslimani duhet më gëzu kur të qeje ty. Ka pas shumë vende, jo muslimane në histori të njerëzimit që i kanë kërku pushtimin nga ana e muslimanëve për shkak drejtësisë që i kanë marrë musliman ndaj tyne. Dhe i kanë kërku, le të vinë ata për arsye se po sillen mirë, po sillen drejt, dhe nuk po bëjnë zullum. Ama ti nëse shkon me një vend dhe bën zullum, të nuk je muslimani që Allahu dhe pejgamberi e ka mësuar se si duhet mos sjell një musliman. Pa dhe mos gabon me u largu prej shtëpisë së Zotit. Tërkohën mundohu me u përgjigj ftesës së Zotit, sa ai i cili nuk është mysafir në shtëpitë Zotit në këtë botë, ai le të harroje se do të jetë mysafir në xhenetet e Zotit në atë botë. Ti kur s'don më ardh në xhami, që është vendi më i dashur i Allahut në këtë dynja, vendi për kujtimit madhnisë ti, atëherë
çfarë ti pret tek Zoti yt në ditën e Kiametit. Po ashtu muaj Ramazanit është i veçuar me namazin e teravive. Mos ju largo frekuentimit të xhamive në namazin e teravive që është në kohën e namazit të Yatsinis. E ka bërë një punë tillë pejgamberi alayhis salam dhe ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kush i fal namazin e natës, kush fal teravih në Ramazan me iman, me besim dhe me shpresë Allahu kam ja shpërbly këtë punë, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah i kam ja fal gjunahet që i ka vepruar më herët. Allah i kam t'i fal gjunahet. Wa man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kush agjeron muajin e bekum të Ramazanit me iman, me besim, me sinqeritet dhe me pritjet llogari se Zoti ka më shpërbly, Allah i kam ja fal gjunahet. Pastaj ti paramendos se në çfarë muaji je duke u fut. Je me një muaj ku qeki është i hapun, po shpreh në mënyrë simbolike. Qeki i xhenetit është hap për ty, dyert e xhenetit janë hap, dyert e xhenemit janë mbyll. Dhe vetëm po pret Allah subhanahu wa taala prej te hapin e parë drejt ti. A ke arsye tim ti te Zoti më thon, valla nuk po më agjeru. Po të vemu i Ramazanit, ditën ki me kalu në agjerim. S'ka arsye tim për njerën, valla si vetë shumë nëzet, ku sa agjerot. Po dhe para 33 vjetë, njëtën kohë ka qenë Ramazanin kohën e babalarëve tonë, e nanave tona, që i kanë pas kushtet e jetesës shumë më të rënda se sa ne. Mirë po ata nuk e kanë pas këtë arsyetim, ku që ka me bo marum. Për kundër vështërsive, imani kur tjetë i madh, njerëzit nuk i friksohen adhurimit. Sa më i fuqishëm të jetë imani në Zotin, besimin në Zotin, qaq më të lehta do të kemi obligimet ka shiti. Sa më i dobët të jetë besimin në Zotin, qaq më të rënda na dokën obligimet ka shiti. Njëri, sa më shumë të doje vladin, gruan, prindin, të dashurin e vet, qaq më të lehta i dokën obligimet që i ka shtyne. Por sa më pak që i don ata, shumë rënd i dokët, edhe gruaja edhe e vladi. Apo edhe prind. I dokët shumë rënd prindit pse duhet më marr ilaçin, i dokët shumë rënd pse po han bukë te ky, i dokët pse lidhja e këtij me prindin është dobësu. Prandaj këti i dokët shumë rënd për kujdesin ndaj prindit të vet, për kujdesin ndaj vëllezërve, motrave të vet. E ne harrim vëllezën se Allahu Teala ka mundësi me ta çu rrezikun për shkak mirësisë që ti i bën tjetër kujt. Kishte një njeri te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i kishte thonë ja Rasulullah, vëlla jam, po vjen te ti me ngu ders, ligjërat, unë po punoj për to, ai po vjen te ti. His po punon. I tha Muhamedi alayhis salam, e ti ku po e din që Zoti s'po ta çon rrezikun hatri i vllaut tënd. Pse ti po jep vllait tënd, Zoti xhalla xhelalu bëva ki për hatër që sa është ta dhënë ty rrezikun. Dyert e furnizimit janë të shumta dhe të mos e prish asnjëherë zemrën e më thon se kam obligime ndaj prindve, ndaj gruas dhe ndaj fëmijëve. Allahu Taala do t'i çelë rrugt inshallah dhe do t'i lehtësojë obligimet që i ke. Një prej punëve që ti mush me bën në Ramazan është sadakaja. Për ata që kanë pasoni është zeqati, i cili për shumë veta prej neve na duket një obligim shumë i rëndë. Gjithmonë duke mendu se zeqatin duhet me dhanë veç ata që kanë shtepera, ata që kanë shumë parë. Ata që janë të i pritë shteperat kufi, dhe ata e kanë hoqë borç. Se na që i kemi ka 5.000, ka 10.000, ka më hoqë 10.000, kur gjohë s'ka më ne, 10.000 që aty i ka. 2.000, në të vërtet, 85 gram, mos të futem në llogaritjet pareve për arsye se po ndryshon çmimi i arit në berzën botërore, në 85 gram ari që i posedon qoftë burr apo gru, do të më nxjerr 2.5% në vlerë të asaj pasurie dhe më u dhon fukarave. Thamë ne musliman jemi, ne do të më rrezatu pozitivisht me rreth muslimant
sistemin social më smiri e kanë të rregulluar. Po të ishin përmbajt mësimeve të fesëve. Është turpnuese në vend ku janë musliman 98%, 7% me pas fukara edhe me dal hala në programe televizive me thonë se filan shtëpia, filan vendi, filan familja nuk ka bukë me hangër. As është marrë për atë katund, për atë mahall, për atë qytet që në vendin e tyne gjendet dikush në këtë kohë që ende se ka bukë. Ku në shtëpia tona, fëmijët tonë qesin kajde, jo më hahet që kjo, s'm hahet që kjo, jo më hahet buka bajat, jo s'm hahet buka bajat, jo du gjevrek, jo du simit, jo du hamburger, jo du këto, jo du, dhe sa ka fëmijë të cilët qatë bukë nuk e gjenë shtëpijat e tyne. As është marra për ne, vllazër. As është turp për ne. Ata që i kanë këta kojshi, as është marra për ta, mos më dalë zot atyne. As është marra për ta, bile me dalë të dikush tjetër, me një mahall tjetër, me thonë burra, nuk ka bre filani, të një majmë me një thas mil, me një thes mil, sheqer, zejtin, buk, këtë veshmbathje apo atë veshmbathje për veti dhe për fëmit e tyne. As është marra për ne. Po të kishte qenë imani i fort në zemrat tona, po të ishte dhënë zeqati prej pasanikëve tonë, nuk ishte me qenë kjo gjendje në shoqërinë tonë. Se kishte mu dhënë 2.5% pasonisë tonë, që e kemi prej kursimeve tona. Nëse e merë 2.5% se cili dhe se cila, femra është poseduese arit të saj dhe ka obligim nëse i ka 85 gram mbi, ari ka obligim 2.5% më nxjerr zeqat, mos pete për burrit të saj. Se Allah ty ka me të pyet. Ari i femnës është i femnës, nuk është i burrit, dhe burri s'ka drejt mja marr allton gruz dhe me ashit. Kur doje. E më sa në mi thonë gruz, pësa më si ke pru prej babës tënë të ja, unë të kom dhonë ato. Momenti kër ja ke dhonë gruz, allton, arin është e gruz, nuk lut hajgare në për këto sen. Si fmi kur kem qenë neve. Qatë di që idhnohet, ama gishtin e vogën, u idhnu, ama lapsin, ama maqinen, ama gumen, edhe u prishën. Gjithështu në do që i kanë thonë vetit burë, e thijet burnis nuk ka as një rëse ka, as bu s'ka met për e ti. E me shku, e me jalyp gruz, a me ti kreta, heq pa e pyt, me shku me hargju ato, përshkej për paguj kredit, përshkej, nëse gruja e burrit, pasunin është tjetër mesele. Por ti mja kujzu, pa tjetër mja marë, kjo është endalume. Prandaj gruja është pronare e mallit, dhe ajo vllazën duhet me edhon zeqatin në mallin e saj. Prandaj rasti ideal është për pagesën e zeqatit muj bekumi Ramazanit. Dhe kur t'jepet zeqati vllazën, duhet me fillu mës pari me fukarat e familjarve tonë. Prej agjallarve, dajallarve, prej tezeve dhe hallave tona, prej të afërmive tonë. Kur dënë me dhanë, ki me shku mja u dhanë familjeve të afërta të tua zeqatin e pasurisë tënde. Me ta filloj. Rësujze nesën ditë kiametit ki me u pyet ditë gjykimit pse se ke dhanë 2.5% të asa që Zotit ta ka dhanë. Sot është ndorë tënde, nesër ka mundësi të ndrohet pozita dhe Zotit me ta marë. Ta qënë një smuje që ti du të me hargju me 10 apo 100.000 euro, le që s'del që jo, po plus ki me dal në për televizione me lyp, a ka hala dikush me mdha. Kush po të garanton? Ty sa të pasoni e kitë përhershme. Jahsabu annama lahu akhlada, sikur Allahu Teala që të regon për këta tipa dhe thot mendon se pasuria ti është e përhershme. Pasuria jote është e përkohshme në durët e tua, andaj mundohu me e shfrytzu maksimum dhe me e qu aty ku e ka vendin. Po ashtu shfrytzu Ramazanin me leximin e Kur'anit, për arsye se muji i Kur'anit është Ramazani. Natën e Kadrit i kishte zbrit Resulullah sallallahu alaihi wasallam për herë të parë fjala e parë e Kur'anit, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, lezon emën të Zotit tënd i cili të krijoi. Kur'ani filloi natën e Kadrit muajit Ramazanit dhe zgjati 23 vite deri sa i zbriti Muhamedi alayhis salam i plot që e kemi neve në raftet tona. Prandaj merre zbrite prej rafteve gjatë muajit të bekum këtë Kur'an e mos u livdo me tjerë e kam Kur'anin shpi hoq, edhe unë jam musliman, e kena mushafin, qëre me tela carit, kur? Kush da ka pru? Ja ka pru baba, gjyshi, pa 20 vjetë, kur se ka prej? Ala sari ka ato.
Pse rrinë ato vletat sari? Dverda, se kur si ka prek ky. Apo kur ti preket ti qele, ato zbardhohen. Dhe me se mu livdu, ky e turpnon vetin dhe të vje keq për këto që asnjëherë se ka prek librin e Zotit. Një kryetar partije, i komune, me ta qu një letër kredve për ditë, ju kalëzën, qëre letër që ma ka qu, qëre mesajin, ata lexoj që më ka shkru. Edhe ju lexon e ju kalëzën. Nësa Allah i përmi 7 katë qije, ta ka zbrit fjallën e vetë, dhe ti nuk jenë gjendje mja lexu Zotit tënd fjallën. Marë 20, 30, 40 vjetë për jetën, 50, 60 të marë shumë, dhe me të pyet, a e ke lexu Kur'anin? Se kom lexu. A e din elhamin, çka ka kuptimin, elhamdulillahi rabbil alamin deri në fund? Jo. A e di sa sure i ka Kur'ani? Jo. A e din ku ka zbrit? Në Mekë e në Medinë, cilat janë suret që kanë zbrit atje, cilat? Jo. A e din këto, a e din ato? Jo, jo. E si kime dalë para Zotit? Letrën se ke lexu, mesazhin se ke lexu, fjallën se ke ngu, urdhnin se ke respektu, ndalesën se ke respektu. Që shpëtën Zotit, me që fatyre për takon Allah të arë në ditë kiametit? Bile s'paku njëri thotë, kom lexu, Kur'an kom lexu. Përndaj ki mujin e Ramazanit, e ki rast ideal me marë, me lexu dhe me meditu për Kur'anin. Lexo Kur'an. Ai që din arabisht për çdo shkron ka 10 sevape. Ti që nuk din arabisht, shfrytëzo Ramazanin mundësi për me mësu Kur'anin. Leximin e saj. Nëse jo, merre lexo gjuhë shqip dhe shfrytëzo rastin për me marë dije më tepër. Shfrytëzoj momentet dhe rastet me dëgju ligjërata të shumta. Qoftë në xhamia, qoftë nëpërmjet librit, apo qoftë nëpërmjet internetit ku tash ki plot ligjërata, mundësinë shumë të ke për përfitime të dijes se si më ofru Zotit tënd. Dhe secili për neve mund me bë khairin. Ma marrë dikuj mja qu një link të një ligjërate të dobishme për çështjet e Ramazanit, për rregullat e Ramazanit, për dobit e Ramazanit. Ke plot tash ligjërata në gjuhën shqipe. Dhe ti mundesh me e bë. Por jo me e bë sikur disa që po i shoh në internet hapin faqe në emër të hoxhallarëve hapin. E këshyri vetën teme une me 10 faqe në emën teme janë qelë, se di kush janë. Te njëri e pash një ditë e ka shkruar aty në Hoxh Irfan Saliu, kur hin brenda me këshyri përmbajtjen lun poker ai hoxha aty. Kur e këshyri vetë të lut poker. Këta lojna fëmish. Dhe këta do të me pas frikë Allahun subhanahu wa taala, këta djelmosha të ri. Përkundër asaj se e kanë niyetin e mirë. Mirë, po jo çdo herë njëri që ka niyetin e mirë e bën edhe punën e mirë. Qysh ti mundesh me hap faqe në emën dikuj? Qysh mundesh ti mu paraqit në emën tjetër kuj, me emën tjetër kuj? A është e lejuar kjo në Islam? Po e kom pas niyetin e mirë. Sheh faqe ka bë atje me mia. Njerëz e ka niyetin e mirë, mi shpërnda faqet e veta. Lajmet e veta. E pastaj neve na shkruajnë njerëzit në faqen to. Unë një faqe kom, s'kom faqe hiç private. Përfitojmë nga Hoxha Fasaliu. Në tonë e ke shkruan njëri, thot sa herë, në vërtet thret njëri në telefon, thot sa herë po të shkruaj s'po më përgjigjesh, e kom një dert dhe për një me ka dert të madh. As ki frikë të Zotit a. Se derdin e dikuj, jetu jam shelë rrugën dikuj. Ke hap. Prandaj po i them, po fillon muaji i Ramazanit, të gjithë këta që kanë hap faqe në emën të tjerëve, le ti mbyllin ato. Prej meje nuk e kanë halal. Prej meje e kanë haram. Dhe këtë hak do të u lypin ditë kiametit. Të gjithë le ti mbyllin faqet. Mos hinin gjunah me muslimanët. Apo tjetër kush merr dhe shkurton çka dën prej derseve tua, ligjëratave tua dhe vën emra çysh dën aty ne. Çysh dën çet emra aty. Ju shkruan ju thu largo s'merr kush përpara. Prandaj unë nuk e di ku duhet, çysh duhet mua anku. Se të ne, se disa çysh ato funksionu këtë sendet. Mirë po, këta janë të shkel në drejtat autoreske mas pakti që mundet më u thonë, edhe ju të shtremnu
fjalët. As nuk të pyet, as nuk konsultohet, e as gjë kokën veti bën shkurtime, kokën veti bën emërtime dhe e nxjerr krejt tërësisht për kontekstit të ligjëratës. Dhe kjo është vërejtje që shumica e kolegëve të xhallarëve kanë për këta njerëz cirkuzat internetit që këshyrin veç me marë klikime. Veç ta bëhe titulli sa ma interesant që të mere klikime në internet. Pa dhe poj përsëris të tillët letim mbyllin këto faqe në internet se vallai na kanë qafën e tyne në ditë kiametit kom i kap për gushe dhe me lyp hakun për Allah subhanahu wa taala. Halal nuk e kanë këta prej neve. Allah i këta dhe nena për misoft, ja Rabbi. Shfrytëzore rastin për dhikër muajt Ramazanit. Po ashtu mundohu i nderuar vëlla me shfrytëzu në Ramazan edhe 10 ditën e fundit me itikaf, me shku edhe me bë itikaf mbylljen në xhaminë e cilën është edhe nata e Kadrit, ku tham është më e vlefshme se 1000 muaj. Nata e Kadrit është më e vlefshme se 1000 muaj. Që vën mbi 83 vite adhurim, ti e ki natën e Kadrit më të vlefshme. Thëndaj tha Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, çfarë them? Tha pejgamberi selam, natën e Kadrit thuaj Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Zoti im, ti je fals, e don faljen, andaj më fal mu. Amani Allahu Taala është el afu, fals. Prandaj drejtohu Allahu Taala me këtë emër dhe kërko prej tij falje. Dhe nata e Kadrit është në netët tek në 10 ditën e fundit muajit Ramazanit. Nuk e din cilën natë është. Prandaj mos gabo me shumë mundësinë që me adhuru Allahun Taala dhe me kërku falje të Zotit yt natën kur zbret Gjibrili alayhis salam dhe me laçet e shumta prej qiellit, të cilat vinë dhe bashkohen me banorët e tokës. Ai është momenti kur të devotshmit përngjasojnë me laçet e Allahut Taala. Po ashtu mundohu që sofra yte të ketë njerëz në iftar. Se thot pejgamberi sallam, ai i cili i jep iftar një Ramazan një agjerusit, e merr sevapin sikur të agjerimit ti, pa ju mungu atij asgjë për sevapin. Mos gabo me bë iftare veç për zëngjina, veç për njerëz që kanë autoritet. Thirin sofër të iftarit edhe akrabat e tu fukara. Mos i thirr vetëm shokët të cilët i ke me pozita për intereset dynjas, me po zbukuro me jetima, me fukara dhe me dveja dhe nevojtar. Sofra më e keq që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai sofër në të cilën mlidhen vetëm zëngjint e nuk ka vend në të për fukarat. Ku mlidhen të pasurit e fukarat s'kan vend në atë sofër. Mos bëni harxhime marramendse në për iftare të ndryshme. Mjafton iftari thjesht sa për të lidh zemrat tona. S'kem nevojë me bë harxhime marramendse tër ditën mu preokupu veç përgatitë të ushqimit dhe me humb kohën për adhurim të Allahut Taala. Por mundohu që me qenë sebeb për tubimin e akrabave. Përpara kemi pas kësi tubimet mëdha në për iftar. Tash tu shku tu na hub ky adet i mirë që ka qenë në të kaluamën. Nëse e thirr, e thirr. Nëse se thirr, ky s'pe thirr mo. Ata s'pom thinin, s'pe thirr edhe unë. Por nuk shkon kjo punë me bërç, sikur që e bëjnë në përdars, ma shkruajnë një fletore. Çka na pron ky synet që tonë? Ja kthejmë. Sa i ka prunë ato fingjona 2 euro gjys, 2.30 që kemi blejmë na. Hala ma keq ja kthejmë ati. Se ti e fitusi. Çka do që ti jep dikuj, ti e të fitu. Mos i këshyr sendet kështu me rob të Allahut Taala. Edhe nëse kur nuk të thirr në iftar, edhe nëse kur s'ka pru hedije, ti asgjë nuk humb nëse dikuj i jep diçka dhe për këtë shpreson shpërblim tek Allahu Taala. Mos më i myt çaj ka me ta ditë. Nëse kur ti jep dikuj shpreson çaj me ta ditë dhe me ta përmend. Vallahi faleminderes që ma ke dhënë. Nëse s'ka problem, s'ka problem. Me po mos më ja përmend, apo be pisi kur nëse përmendja të mirën që ja kombone. Atëherë ti s'ki sevape nëse pret që dikush ty me ta përmend. Po ashtu mos e humb kohën e syfyrit, ta përfundojmë. Në syfyr është bereqeti ka Muhamedi alayhi salatu sallam dhe kishte raste sikur që e gjojmë hadithin e Ebu Davudit dhe Nesaiut ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e thriste Irbad ibn Sariya dhe i thoshte një shokut të tij, eja në sofrën e bereqetshme, është fjala për syfyrin. Mundohu
mos me flejt, sidomos kur t'i ki në periudhën kur fëmijët janë në rritje dhe kanë nevojë më eduku me frymen e Ramazanit, ngritu. Nuk ka syfyri me nejt deri në 2, me hangër syfyr, me ras gjumë, as sabah me fal, as kur gja. Edhe kemi hangër Allah pramë syfyr, sabahin, për ja ma, vanë kemi ra me flejt. Aj sabah për ka për vlim. Sabah për ka është vlazë. Mesene mu mësu atmosfera e bukuria e Ramazanit, mu dhez dritat. Kjo e dallon ummetin tonë për ummeteve tjera, syfyri. Vetëm ummeti Muhamedit a.s. e ka në agjerim syfyrin. Tjertë se kanë. Prandaj edhe ka qujtë Resulullah s.a.s. të bereqetshëm syfyrin. Nuk është më rëndësia ke mundësi me hangër apo jo. Më rëndësia është më ngrit dhe diçka me hangër, po qoftë edhe një gotë ujë me e pi, është mjaftueshme me fitu bereqetin e syfyrit, dhe mundohu që me shfrytëzu Ramazanin për ngjalljen e lidhjeve familjare. Për arsye se thirrja e njerëzve në për iftare i ngjall lidhjet dhe i gjall raportet tona familjare me njëri tjetër. Gjatë Ramazanit ruaj shiqimin, ruaj veshin, mos shiqo haram, mos fol haram, mos përgojo, edhe nëse dikush të shanë, thot Muhamedi a.s. thuj, inni saim, unë jam i agjerushëm, përgjigju ati në këtë formë, mos ja kthej. Dhe alhamdulillah shiqenin në Ramazan, edhe krimi shënon ulje. Nëse i shiqen raportet e policisë, kime pasë në Ramazan, krimi shënon ulje, dhe nëse i shiqen raportet e spitalit, plot mjek që i pys, gjatë Ramazanit ullet numri i pacientëve dhe vizitave tyne që i bëjnë institucioneve tona shëndetësore. Ky Ramazan vjen me plot mira. A ka kush që i pranon dhe i merr ato të mira të Zotit? Allahu Teala na bof për atyne që shfrytëzon këtë muaj të bekum. Ya Rabbi, Allahu Teala na lehtësoft dhe na mundsoft inshallah pritin e këtij muajit. Allah na mundsoft inshallah agjerimin tërësishëm të këtij muajit. Allah na bof bajram me dashamir ton, edhe bajram këtë dynja, po më e rëndësishme Allah na bof bajram në dynja, me falet mëkateve dhe me futjen xhennet me pejgambert e Allahu Teala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.